nderuar të pranishëm, në sallë kemi 111 deputet, kemi quorum të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive, më 19 me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj dhe me qershor 2025, subjekt politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, nisma nuk kanë propozuar anëtar për komisionin zgjedhor për zgjedhjes e kryetarit të vendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për anëtar komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për anëtar komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për anëtar komisionit. Ftoj AK-n nisma të propozoj një deputet për anëtar komisionit. Nuk ka propozime. Plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të vendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votën për ka dhënë 53 deputet, kundër 101, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum. Ndërpritet seanca, takohemi në 5 qershor në orën 11.